Objekti i qeverisë nesër në mesditë do të jetë i bllokuar nga sindikalistët në shenjë proteste ndaj mosrritjes së pagës minimale në 600 euro dhe të gjitha pagave të tjera nga 100 euro. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë thanë se kjo revoltë sa vjen e shtohet pasi deputetët injoruan nismën e tyre për uljen e pagave minus 80% në mënyrë që të zvoglohet baza e llogaritjes së pagës mesatare dhe minimale. Сметаме дека после утрешната блокада ќе наидеме на разбирање од страна и на газдите и на работодавачите, затоа што видоа дека и покрај сите закани и покрај сите притисоци не се откажуваме и нема да се откажеме се додека не ја зголемат минималната плата и не ги зголемат останатите плати. Се гледаме во 11 часот утре пред влада. Kreu LSM Slobodan Trendafilov tha se hapi tjetër do të jetë greva gjenerale në gjithë sektorin publik dhe atë privat. Greva e përgjithshme pritet të mbahet në gjithë territorin e shtetit. Gjithë të punësuarit në sektorin privat kanë të drejtë atë ditë të shkojnë në punë dhe të mos punojnë. Të gjithë të punësuarit të tjerë kanë të drejtë që në atë ditë të bashkangjiten në protestë që do të organizohet në grevë të përgjithshme. Ky vendim do të merret pas protestës së nesërme, e cila pret nesër dhe vendimin e seancës së qeverisë. Колку повеќе ќе дојдат и се поддржат сами себе работниците, толку повеќе ќе добијат, затоа што гледаат дека доколку не се поддржуваат работниците, навистина представниците на власта, не само оваа и сите претходни, представниците на работодавачите, не само овие и тие што биле пред нив, не гледаат дека на работниците им треба плата. Пораката која испраќаат работниците со стравот и со неизлегувањето на улица и недавањето на поддршка на борбата за зголемување на платите, значи порака кон овие другите дека се задоволни од платите, дека се исплашени и дека ќе ја слушаат повеќе политиката отколку ќе се борат за платата. Dialogu i fundit në Këshillin Socioekonomik ishte që qeveria dhe punëdhënësit kanë arsyetuar mosrritjen e pagave me produktivitet të punës. Nga LSM dolen me shifrat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës që punëtorët e Maqedonisë prodhojnë më shumë se 2 fishin e vlerës ekonomike të shumës që marrin. Sipas treguesit për produktin e brendshëm bruto për orë pune, produktiviteti në Maqedoni arrin rreth $34 amerikan në orë, duke të i kaluar mesataren botërore prej $23.27. Nëse merret parasysh koha mesatare mujore të punës prej 168 orëve, një punëtor krijon një vlerë ekonomike prej $297.000. Në të kundërtën, paga minimale neto në vend është $24.370. Kjo sipas LSM-s nënkupton që një punëtor me pagë minimale merr vetëm 17% të vlerës që prodhon.